me luftën në Ukrainë, pra me fillimin e luftës në Ukrainë, por edhe në Gaza dhe ajo që ka ndodhur në Izrael. Jemi akoma më afër tani me involvimin direkt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në një luftë drejt për drejt? Shiko, SBA-t kanë që nuk janë në një luftë drejt për drejt, që në kohën e të shquarturit pushtim i Irakut, ose mirënie e Saddam Huseinit. Pra SBA-t që kur janë tërhequr nga Iraku dhe me le të themi operacionet e fundit anti-ISIS në veri të Irakut, në Mosul ande, SBA-t nuk kanë qenë më, janë me trup atje, por nuk kanë qenë më në operacione ushtarake. Pra SBA-t kanë kombinuar bët dyshin që janë avion cilët ne kemi diskutuar herë tjetër, që janë stealthët, që janë niveli më i lartë i teknologjisë. Raketat cilat i ndanë kaq nga të qenit raketa bërthamore, kishin 4 nëndetse bërthamore në gjirin e Omanit që kanë sulmuar drejt për drejt Irakun dhe kanë pasur atë ditë 120 avion në fluturim, nga cilët 30 kanë qenë në aspektin logjistik të aviacionit, pra furnizim në ajër i avionëve këto. Tani, duhet kuptojmë që këta avion janë nisur nga Missouri, nga Amerika qendrore, atje ku Amerikanët kanë edhe rezervat e tyre strategjike, po kanë edhe armët bërthamore. Tani, ata janë nisur nga Missouri dhe kanë ardhur në Iran pa ndaluar fare dhe janë shoqëruar nga avion gjuajtës, të cilët kanë hequr vëmendjen e ushtrisë iraniane dhe të satelitëve të tjerë për t'i bërë identifikimin, dhe nga avion të cilët i kanë furnizuar me karburant, pra me mbështetje logjistike. Pra, Amerikanët kanë treguar që kanë një kapacitet luftarak që mund përballen edhe në një luftë botërore, edhe me këto lloj distancash, që është një gjë që ne të dy kemi thënë shpesh në studio, që ka vetëm një ushtri sot brenda NATO-s që mund të bëjë këto gjëra. Pra, nga kjo pikpamje, Amerikanët kanë dhënë një demonstrim force të jashtëzakonshëm, dhe e tha presidenti Trump. Lishmëria apo jo lishmëria e kësaj ndërhyrje ndërkombëtare është një gjë që ha argument dhe mund të rrim ta diskutojmë më tej, por është po aq e lishme dhe po aq e palishme sa që është ndërhyrja ruse në Ukrainë. Domethënë, po flasim për dy superfuqi të botës. Çështja është që nëse nuk do të kishim patur le të themi pamundësinë, gjë që ne kemi sqaruar këtu në këtë studio, teknologjike të Izraelit për të bërë një sulm të këtij stili ndaj Iranit, sepse duhet të thënë që Irani është një superfuqi rajonale, ka 36 vjet që nuk bën më luftë, ka përfunduar lufta që ka bërë Irani me Irakun në kohën e Saddam Huseinit në 89, dhe vetëm një fuqi e madhe mund të bënte këtë demonstrim dhe këtë akt force. Në anën tjetër, keni parasysh që nuk është një gjë kaq e lehtë që ti tregosh edhe qytetarëve të tu se ti bën gjithë të zhvendosje dhe ti që ke ardhur në politikë me premtimin që do bësh paqe në linje mesme, paqe me Rusinë e tjerë, je i detyruar të bësh një ndërhyrje të tillë ushtarake, sepse realisht ajo që ka thënë Izraeli dhe ajo që ka thënë SBA-ja, që programi raketor i Iranit është shumë i zhvilluar dhe shumë i fuqishëm. Dhe ajo që unë ta kam përsëritur disa herë në studio, që shiko, Irani nuk është si vendet e tjera, është një superfuqi rajonale dhe ka industrinë kimike më të zhvilluar në botë. Këto janë gjëra të vërteta, përtej propagandës ditës për treguar ja se si i vram, se si i bëm e tjerë, dhe në anën tjetër dhe Irani këtë gjë po bën. Nëse ti shikon çfarë ka bërë Irani këto ditë, Irani në mënyrë demonstrative ka goditur gjithë impiantet industriale të Izraelit, e ka bllokuar jetën e qytetarëve të Izraelit, nuk dalin më nga shtëpia, nuk shkojnë më në punë.